Në fshatin Ura shtrenjtë të njësive administrative poshtrib, shërbimi shëndetësor mbulohet nga një qendër shëndetësore. Edhe pse ky është një fshat i prekur ndjesisht nga shpopullimi gjatë viteve të tranzicionit, për hir të së vërtetës ky shërbim nuk ka munguar. Donse bluzët e bardha shpesh detyrojnë të udhtojnë deri në 2 orë në këmbë, sipas rasteve për të ofruar kujdesin e nevojshëm. Minje e Rekaj është prej rreth 30 vitesh mami në këtë fshat. Ajo është aftësuar për të drejtuar motorcikletën, të cilën e përdor kur rruga lejon, ndërsa në rastet e tjera udhton me këmbë për të arritur tek pacientët e saj. Vizita ma largë është 1 orë e gjys. Edhe tash dihet se ka ra numri i grave 7 zona, kena pak dikur, kena pas vështirësi, kam prit linje me Qiri, se nuk kishte transport. Thote gruaja nuk kam ku shkoj, unë të du me linje. Kena pas vështirësi, kena pas probleme edhe këto të hangën gjarpnit, të vramt, përrem, shumë lloje problematika kena pas në këtë fshat edhe i kena se dihet se këto është një zonë malore. Jena ma mirë, po jena nga dishmëri, ne, edhe këtu, unë banoj këtu, edhe jam çdo kohë. Ka 13 vite që në këtë zonë nuk ka pasur asnjë vdekje të foshnjëve. Ka 13 vjetë që nuk kena pas. Atëherë kena pas një, edhe ishte një familje enda cash që shkoshin sa një qytet, sa një tjetër, edhe atëherë se ja, nuk kena pas. Në të njëjtën qendër prej 2 vite shërben dhe ndihmës mjekja Ferskide Haliti, e cila është përfshirë në fushën e vaksinimit kundër gripit. Procesi i vaksinimit ka fillu, po shkon shumë mirë, moshat e treta në përgjithësi pranojnë me na i bë vaksinimet. Si duket terreni nuk është sa shumë i vështirë, ama shtëpiat i kena të larta dhe fushata e vaksinimit është më shumëta nëpër shtëpia. Pra një infermer dhe një mami bashkë me tërmuesin e vaksinave shkojmë dhe vaksinojmë me dëshirë, sipas dëshirës së pacientave. Ka përgjegjësi që na i pranojnë, ka përgjegjësi edhe që refuzojnë që të na bëjnë vaksinat e gripit. Rreth 10 familje që i kemi afër, që mund bëjmë rreth 20 minuta me shkputjet e kirit, kemi edhe familje që në kam mundën na me ballën 1 orë për mik. Që nga qendra deri tek shtëpia. Është shumë e lartë sepse zonat i kena edhe pjesës malit, por edhe pjesës zbritjes së kirit, që është edhe prapë më e vështirë te disa zona, te disa familje. Fshati Ura shtrenjtë ka pasur historikisht rreth 600 banorë të regjistruar, por aktualisht ne i banojmë shumë më pak, pasi një pjesë e madhe e banorëve janë shpërngulur drejt fshatrave periferike të qytetit, ndërsa të tjerët kanë emigruar jashtë vendit.